Hygerta Sako ka menduar t'i jap një tjetër mundësi karrierës së saj dhe për këtë ajo ka vendosur të futet brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Temperamenti i saj brenda shtëpisë është i qetë, ndërkohë që shpesh në kamera, kur ajo fokusohet, shihet që i mbushen syt me lot, sepse merr malli për vajzën e saj. Edhe pse sukseset profesionale të Hygertës kanë qenë të shumta, nuk mund të themi të njëjtën gjë për jetën e saj private. Pas disa vitesh martese, ajo ju drejtua gjykatës për të kërkuar divorcin nga bashkëshorti. Ish bashkëshorti Hygertës është biznesmen, midis të tjerave, ai është edhe pronar i një nga lokaleve më me emër në kryeqytet. E pyetur për arsyet që e çuan çiftin drejt divorcit, Hygerta u përgjigj: "Bashkëshorti im është njeriu i vetëm që kam dashur me gjithë zemër, edhe ai më donte, por ndonjëherë dashuria nuk mjafton. Ne ishim karaktere shumë të ndryshme dhe për të mos e lënduar më shumë njëri tjetrin, vendosëm që të ndahemi." E teksa ka folur për jetën e saj, Hygerta është surprizuar nga letra që mamaja i ka dërguar. Mamaja e misit shqiptar ju drejtua të bijës me fjalë të ndjera duke i thënë: "Hygerta, vajza ime e dashur, unë i njoh sakrificat e tua për të përballuar jetën dhe për të rritur vajzën e vetme. Ti ke qenë vetë burrë dhe vetë grua në shtëpi dhe të është dashur të durosh e të përballosh shumë. Ndoshta unë nuk të them shpesh fjalë të bukura, por unë në shpirt ndjej se sa të është dashur të punosh që të mos dorëzohesh në jetë." Këto fjalë të mamas e ka bërë Hygerta Sakon të shpërthejë në lot. Përtej çdo arritje dhe suksesit të moderatores, duket se qëndron një shpirt që nuk dorëzohet kurrë përpara sfidave të jetës.